Unë kam thënë një pikë që opozita ka hallin e vet dhe ndjek hallin e vet. Dhe njerëzit kanë hallin e tyre. Dhe kuptohet që këto nuk mund të bëhen bashkë. Dhe këta rande është e qartë, unë personalisht jam shumë e lumtur që të vritet çdo lloj iluzioni se kemi një opozicion, nuk është e kopur. Kjo është një opozicion është e kapur me interesa ekonomike. Ata oligarkët mbajnë në këmbë qeverinë, ku mbajnë në këmbë edhe opozitën. Kështu që nuk mund ta lënë këtë lloj sistemi që ka ndërtuar dhe u shërben atyre personalisht, që të shkërmoqen. Dhe ata e kuptojnë, domethënë. Unë nuk mendoj që opozita nuk e kupton se çfarë kërkon populli, qytetari i thjeshtë, për cilat janë problemet e tij, cili është qëndrimi që duhet të mbajë, por nuk mund ta mbajë atë qëndrim. Sepse i duhet të pritë të tëra ato interesa ekonomike, edhe deri diku edhe tribale, sepse këto janë lidhje që janë kultivuar me dekada tash. Dhe ato nuk mund t'i pritin. Sepse ato i mbajnë në pushtet.